Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Nëse jeni në kërkim të mënyrave të ndryshme për të humbur peshë, atëherë jeni në vendin e duhur. Sot do të flasim për 10 super ushqime fantastike që jo vetëm ju ndihmojnë të bëni nga pesha, por edhe përmirësojnë shëndetin tuaj në përgjithësi. Këto nuk janë thjesht ushqime të zakonshme. Janë të pasura me lëndë ushqyese, fibra, proteina dhe elementë që aktivizojnë metabolizmin. Qëndroni deri në fund, sepse super ushqimi numër 1 është i thjeshtë, por shpesh në vlerësojmë fuqinë e tij. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video me përmbajtje me vlerë. Avokado. Avokado është një frut i veçantë sepse përmban shumë yndyrna të shëndetshme. Këto yndyrna ndihmojnë trupin të djegë yndyrë më shpejt dhe në të njëjtën kohë e mbajnë barkun të ngopur për më gjatë. Avokado është gjithashtu i pasur me fibra, dhe fibra do të thotë tretje më e mirë dhe më pak dëshirë për ushqime të tjera të pashëndetshme. Një gjysmë avokadoje në sallatë ose në tost për mëngjes është një zgjedhje perfekte për të filluar ditën. Çaji i jeshil. Ky është një nga pijet më të studiuara për efektet e tij në humbjen e peshës. Çaji i jeshil përmban kateina, antioksidant të fuqishëm që rrisin ndjegjen e kalorive edhe kur jeni në pushim. Studimet tregojnë se 1 ose 2 filxhan çaji i jeshil në ditë mund të ndihmojnë në përshpejtimin e metabolizmit dhe të japin më shumë energji gjatë ushtrimeve. Plus është një alternativë shkëlqyer ndaj pijeve të gazuara ose kafeinës së tepërt. Salmoni. Salmoni është një super ushqim për ata që duan të dobësohen pa humbur masë muskulore. Ai është i pasur me proteina cilësore dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe në rregullimin e hormoneve të urisë si leptina. Kur trupi është i balancuar, ju nuk e ndjeni atë dëshirën e fortë për të ngrënë pa masë. Përveç kësaj, salmoni ju mban të ngopur për shumë orë, duke reduktuar nevojën për snacks të shpejtë. Fara chia. Mos u mashtroni nga matësia atyre e vogël. Këto fara janë një fuqi e vërtetë. Kur përzihen me ujë ose jogurt, fara chia zgjerojnë dhe krijojnë një lloj gjeli që zgjat ndjesinë e ngopjes. Janë të pasura me fibra, proteina dhe yndyrna të shëndetshme. Një lugë gjelle fara chia në smoothie ose kos jo vetëm që ju bën të ngopur, por ndihmon edhe në stabilizimin e sheqerit në gjak, duke shmangur rënjen e papritur të energjisë. Mollët. Një moll është një snack i thjeshtë, i lirë dhe tepër i dobishëm për dobësim. Mollët kanë shumë fibra dhe janë të pasura me ujë, gjë që ju bën të ndiheni të ngopur shumë shpejt. Përveç kësaj, kanë shumë pak kalori, që do të thotë se mund t'i konsumoni pa pasur frikë nga shtimi i peshës. Shumë nutricionistë i sugjerojnë mollët si një snack ideal mes vakteve për të shmangur ushqimet e përpunuara dhe plot sheqer. Veza. E thjesht, ekonomike dhe super efikase. Vezët përmbajnë proteina të plota dhe shumë aminoacide që ndihmojnë trupin të ndërtojë muskuj dhe të djegë më shumë yndyrë. Nëse filloni mëngjesin me vezë të ziera ose të skuqura lehtë, do të vini re se nuk ndjeni uri pas disa orësh. Studimet tregojnë se njerëzit që han vezë në mëngjes konsumojnë më pak kalori gjatë ditës krahasuar me ata që han bukë apo drithra të ëmbla. Quinoa. Quinoa është një super ushqim i vërtet për ata që duan alternativë ndaj orizit ose makaronave. Ka një kombinim të rrallë, proteina bimore të plota, shumë fibra dhe karbohidrate komplekse që lirohen ngadalë. Kjo do të thotë se ju mban të ngopur dhe nuk shkakton ngritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Mund ta përdorni në sallata, si garnitur ose edhe në mëngjes si një alternativë ndaj tërshërës. Boronicat. Të vogla por të mbushura me antioksidant. Boronicat janë shumë të ulta në kalori dhe kanë aftësinë të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës, që është qelësi për të humbur peshë dhe për të shmangur grumbullimin e yndyrës në bark. Janë gjithashtu një zgjidhje e shkëlqyer kur ju kap dëshira për diçka të ëmbël, sepse ofrojnë shije fantastike pa sheqer të shtuar. Brokoli. Një ndër perimet më të fuqishme për ata që duan të hanë shumë pa marrë kalori. Brokoli është i mbushur me fibra dhe vitamina që ndihmojnë në trete dhe djegjen e kalorive.
Ai gjithashtu ka një përmbajtje të lartë uji dhe shumë pak kalori, që do të thotë mund të hani sasi të mëdha pa u shqetësuar. Përveç dobësimit, brokoli është një mburoj për sistemin imunitar dhe shëndetin e zemrës. Dhe ja ku mbërretëm tek numri 1, superushqimi më i thjeshtë por më i rëndësishëm, uji. Shumë herë ne ngatrojmë etjen me urinë dhe përfundojmë duke ngrënë, kur në fakt trupi ka nevojë për ujë. Pirja një gote ujë para vakteve ndihmon të konsumoni më pak ushqim, përmirëson metabolizmin dhe ndihmon trupin të eliminojë toksinat. Një trup i hidratuar është gjithmonë më i aftë të djegë yndyrën në mënyrë efikase. Këto ishin 10 superushqimet më të mira që mund të përfshini në dietën tuaj për të arritur humbje peshe në mënyrë të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Mos harroni, nuk ka një ushqim magjik që bën gjithçka. Qelësi është balanca. Kombinoni këto ushqime me aktivitet fizik dhe një stil jetese të rregullt, dhe rezultatet do të vinë natyrshëm. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët, dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.